Në Lungomare 3 punimet po vijojnë me ritme dhe pse duhet ishin pezulluar për shkak të nisjes së sezonit turistik. Duke qenë se jemi në fillim të këtij sezoni dhe kjo është një nga zonat më të bukura të Bregdetit Jonit dhe të frekuentuara, duhet që të paktën të gjende një zgjidhje për të mos ndikuar më tej në ndotjen e detit. Sikundër po ndiqni pamjet në ekran, firma është duke punuar në pjesën e poshtme që do të shërbejë si shëndetore, por nga ana tjetër po sjell ndotje të Bregdetit me inerte që po depozitohen në det. Lungomare 3 është një investim i rëndësishëm që do t'i shërbejë jo vetëm zhvillimit ekonomik të kësaj zone, por edhe një turizmi të qëndrueshëm. Pikërisht në këtë periudhë bizneset e kësaj zone kanë edhe kulmin e punës së tyre, ndaj duhet që kompania e ndërtimit të pezullojë punimet me qëllim të mos bëhet pengesë për aktivitetet e këtyre bizneseve që në këto pak muaj punojnë. Projekti përfshin ndërtimin e shtigjeve përgjatë vijës bregdetare, shëndetore, rrugë për biçikleta paralel me shëndetoren, trotuar, gjelbërim e ndriçim, rimodelimi zonës prek 20 kilometra, duke filluar nga tuneli deri në Orikum.